Përshëndetje të gjithëve. Isha duke bërë gjitha qestet e plerave për t'i hedhur në kosh dhe doja t'ju tregoja që unë vazhdoj t'i ndaj këto plastiket, të paktën shishet edhe kanaçet, gjitha këto i bëj në një qese gjithmonë më njanë. Dhe pse do thoni ju? Tu dihet që nuk ndahen këto plerat plastika, bio, mbeturinat e tjera të përzira, nuk ndahen. Dhe unë mendoj që kjo është një zgjidhje shumë e mirë, sepse siç dihet, persona të cilët shkojnë në kosha që të mbledhin plastikën, pra shishet, kanaçet, ata detyrohen që t'i hapin qeset edhe normalisht bëhet më shumë rrëmuj, ndoshta i hedhin dhe jashtë koshit, nuk kanë faj dhe ata sepse e kanë si punë, nuk po i faj fare, por që kjo është një ndër mënyra që unë mendoj se i ndihmoj, sepse unë e hedh të qesen kështu siç është me shishe dhe me kanaçe dhe ata i marrin direkt. Do të ishte shumë bukur nëse gjithë do ta bënin këtë veprim, që t'i hidhin këto plastiket, shishet dhe kanaçet në një qese të vetme dhe kështu ndihmonim dhe ata njerëzit që t'i marrin më lehtë. Normalisht ndihmojmë dhe ambientin që mos të ndotet më shumë, sepse normalisht ata i përhapin mbeturinat sepse duan që të zgjedhin ndërto plastikën dhe kanaçet. Vetëm kaq doja të ndaja me juve, sepse mendoj që është një zgjidhje shumë e mirë për gjithë ata që jetojnë këtu në Shqipëri apo dhe juve kur vini me pushime dhe normalisht kur shkoni të hidhni mbeturinat të bëni këtë zgjidhje që kam gjetur unë. Kështu që ju uroj një ditë të këndshme, pafshim.